tjera deri te ajo e fundit që zakonisht sindikatat nuk I kanë shumë përqifi, po do të shkojmë deri te greva. Mirë po, kjo është ajo që neve na ka dëmtu shumë, se sektorët për shembull më të ndjeshëm që I kemi për shembull edhe sektorin publik edhe privat, ku I kemi për shembull një numër të madh të rinjve që punojnë. Mandej kjo është ajo që shpesh punëtorët detyrohen të pranojnë kushte të padrejta në mungesë të sigurisë sociale. Për këtë arsye po them është shumë e rëndësishme të hapet dialogu social. Tash edhe një herë sindikatat e mbrojnë domethënë punëtorin në mënyrën më të mirë të mundshme për punën që bëjnë. Tash edhe një herë, këtu I kemi për shembull numrin më të madh të punësorëve të rinjve, për shembull në gastronomi, fjala vjen. Po kemi edhe si, domethënë te ndërtimtaria, te sigurimi privat e tjera, ku janë domethënë sektorët mund të them ndër më të prekur. Për këtë arsye ne I diskutojmë çdo herë, mirë po, një diçka çka shumë shqetësuese për sindikatat Kosovë është se ne nuk kemi ende institucione të Kosovës. Është shumë humbje e madhe, kemi një vit e diçka. Domethënë, kjo është ajo që neve na penalizon, them ashtu, që të kemi edhe veprimet tona sociale, se fillimisht do të bëjmë një dialog, më pastaj do të fillojmë edhe forma tjera deri te ajo e fundit që zakonisht sindikatat nuk I kanë shumë përqifi, po do të shkojmë deri te greva. Mirë po, kjo është ajo që neve na ka dëmtu shumë, se nuk kemi pas institucionet Kosovës. Më pastaj nuk po I kemi edhe një pikë, them kështu në partnerin social ose në qeverinë, I mungon Ministria e Punës, që është shumë e nevojshme që domethënë të dimë, domethënë se ku të drejtohemi, në fakt ne E dimë, mirë po, domethënë është fizionomu çaq shumë saqë domethënë kanë shumë punë ai digasteri qeverisë edhe sa mund të merren me çështje të punëtorëve.